Atëre po lexoj 3 pikat kryesore të vendimit gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese vlerësoi se ka jurisdiksion për të kontrolluar vendimin e Këshillit Ministrave për shkarkimin e një organi të zgjedhur Po. Gjykata theksoi se në këtë rast nuk kishte provuar se Velia kishte kryer shkelje të rënda të kushtetutës ose ligjit 115 njëshi. Tani këto janë dy kryesoret. Vendimi i gjykatës kushtetuese sot është lidhur me një fakt të thjeshtë fare, nuk mund shkarkosh një drejtues të pushtetit lokal përveç se në rastin të shprehjemisht në kushtetut ka shkelje të rëndë të ligjit dhe pjesa e dytë është vendimi i formës prerë. Çdo iniciativë marrë në Këshillin Bashkiak dhe gjithë këto retorika tashmë që zbuluan 60 mitingje të bëra për të rrëzuar Velin dhe është normali t'i bëj, por edhe gjithaj protest në Këshill Bashkiak dhe ishte normali t'i bënte, nuk e justifikojnë dhe në mënyrë absolute tregojnë që përfundimisht jemi në lëvizje pa kokë. Pa kokë, pa ide, pa mendim. Një lëvizje bëri Erion Veliaj, mori avokatët dhe bëri një mbrojtje publike, shumë të lexueshme, shumë të qartë, dhe na dha një mesazh të gjithëve ne që vendimet e Këshillit Ministrave, vendimet, dekretet e presidentit, janë të kontrollueshme. Mjafton ti të ndjekësh një rrugë ligjore që ta jep të drejtë ligji, në qoftë se zotërinë që po diskutojnë tani që donin të shkarkonin Velien me mbledhjet e Këshillit Bashkiak, kur ti zbërthenin gjithë to që u thanë nga Teliti, nuk funksionon, s'ta pranon gjykata kushtetuese se thot zotëri. Fillimisht, të gjitha këto shkelje që ti pretendon që i ka bërë Erion Velia, shpiri gjykatë. A ke mundësi ta bësh një veprim tillë? Natyrisht që ke. Pse nuk e kish bën deri tani? Se ti nuk e dash asnjëherë të shkarkoje Velin. Ty të duhet aksioni politik, i cili është një aksion politik, thash, pa kokë, pa dirigjim, pa ide. Dhe në momentin kur Partia Socialiste dha një direktivë dhe tha po, mo kemi një hapësirë, e vetë një hapësirë që ishte e pranueshme ligjërisht, se dy tjerat nuk i, që është mungesa 3 muaj, ti dole dhe votove me njerë. E votove me njerë dhe një javë të tërë, të gjithë artikulimet e leadershipit politik, mediatik, të asaj kohët Partisë Demokratike, e thanë fitore të jashtëzakonshme të Partisë Demokratike. Më vonë u kuptua që kishin rënë kurs. Megjithatë se tani po kontrolloja prononcimet. Ja, një sekond, po patjetër. Tani po kontrolloja prononcimet e Telitit në atë periudhë dhe Teliti është korrekt dhe është në vazhdim të asaj që ka thënë dhe atëre. Shkarkimi u vonua nga mazhoranca, thot Teliti, Velia i duhet të dëgjohet, mungesa mund të shfrytëzohet për rikthimin në bashki. Dhe ky është një lajm i 23/9/2025. Atëre shtohe një vita që është shkarkuar Velia. Një minutë. Ka qenë prononcim para dite, në orën 11, pasi është mbyllur mbledhja e komisionit ligjeve në bashki. Dhe që refuzoi praktikisht të dëgjonte Velin. Refuzoi edhe plotësimin e projektaktit, refuzuan edhe thirrjen e Veliait në Këshillin Bashkiak. Po. Ta vazhdoj me që. Është deklaratë zyrtare, publike, para gjithë medjave, që këto do shfrytëzohen, këto dy element do shfrytëzoheshin që vendimi të anullohej. Dhe ja koha sot fol. Të vazhdoj unë? Po, me që. Ka dhënë gjysmën e deklarimit. Se di unë që ka dhënë këtë deklarim. Nuk e dhënë pjesën e dytë. Që është cila? Që ne në Këshill Bashkiak do t'i bënim gjyqin e Erion Velis, do t'i numëronim 1-1 të gjitha. Pra këta nuk drejt vetë politike është. Drejt politike. Pra, kërkesa e tyre për të marrë Velin nuk ishte në kuadër të një të drejtë legjitime të Velis, por ishte në kuadër të intimidimit, goditjes së Erion Velis të Këshill Bashkiak. Dhe këtë ka shprehur absolutisht qartë. Por ta them në një moment, sikur ne po bëjmë konspiracion në këtë rast. Këta e kishin të drejtë legjitime, të mos shkonin një proces që ata dinin mjaft mirë që ishte dishtuar, të mos binin viktimë. Prandaj thash, nuk flitet.
të mos binin viktim e kursit në cilën i futi Edi Rama, të kishin pjekurinë që aksionin politik që do të bënin, duhet të dirigjonin drejt vetes vetë dhe jo drejt një aksionit të dirigjuar mjaft mirë nga Partia Socialiste, me atë konkluzion që e tha Berisha sot, që ishte një lojë e bukur e Sali Berishës, e Edi Ramës, që në finale, me gjithë të aksion, nëzori fitimtar në Rovelin. Këtë tha, Berisha shtoi tjetër gjë pastaj, kundërshtarën e vet. Berisha tha që i bëri dhurat pa dashje. Po Berisha tha pa dashje. Po tani me dashje apo pa dashje? Po Edi Rama nuk bën gjëra pa dashje. A thua ti tani që nuk bën? Unë po them çfarë tha Berisha. Ti thua që ishte pratia me Telitin tani, që atë që po thot Teliti, që në fakt ishte loja ishte e tillë që çonte deri në fund. Ora njerëz sinqerisht habitë mu. Ç'është politika më zotni? Ë? Ç'është politika? Rama donte ta shkarkonte Velien apo ishte lojë? Atëherë që ti unë mendoj që donte dhe Velia e fitoi. Ti them argumentin që në momentin e parë. Ç'lidhje kishte shkarkimi i Erion Velis? Domethënë çfarë interes politik kishte Partia Socialiste për shkarkimin e Velis? Pyet Ramën. Çfarë? Ë? Jo, bëj analizën. Ç'analizë ai donte ta shkarkonte o bën tani, mos bëjmë tani. Në momentin që s'futemi dot në trut të tia, mund të citojmë ato që ka thënë. Tirana ka një problem të madh me administrimin e qytetit për shkak se Erioni është atje ku është, na duhet një kryetar i cili t'i dalë në krye punëve të qytetit që është praktikisht bashkia më e madhe në vend dhe që është motori i ekonomisë vendit. Kjo është ajo që thaj. Tani, nëse ti di ndonjë gjë për te kësaj ma thuaj. Unë kur ndërtoj arsyetim, kur ndërtoj analizë, nuk presi analizën pa bëjnë tjerë, të bëjun deri në fund. Po pra, e bëjun deri në fund. Dhe çdo të thotë e bëjun deri në fund. Rama ngriti një problem të qartë politik, i cili tashmë është në pikën 0. Bashkia e Tiranës nuk ka kryetar dhe ka probleme Tirana, okej? Për të qenë të ndershëm me gjykimin ton, po, arsyetimi ishte i drejtë. Rruga e ndjekur, duke qenë që 60 mitingje në rrugë, e duke qenë që gjatë gjithë kohës, mbledhje, këshillit bashkiak, ta shkarkojnë, nuk është i kërkesë, janë disa kërkesa, po më tha, hajta bëjmë lëvizjen edhe të uajnë. Nuk ishte iniciative Ramës në këshill bashkiak. Ishte hapje rrugës që kishin 2 vjeta, 3 vjetë që për kërkonte Partia Demokratike. E ka bërë 11 shtator. Dhe hapje rrugës tashmor tani se jam shumë i qartë. Jo, në 11 shtator ai ka dhënë urdhër që të vazhdoj procesi shkarkimi. Hapje rrugës të kërkesës së Partisë Demokratike po them. Dhe unë po them, hapje rrugës filloi 11 shtator tani analiza. Dhe në 11 shtator ai tha, për këtë arsye 1, 2, 3, 4, por si mund të mendosh sot që merret vendimi kur tjetri të mbështeten gjithë aksionin politik që ti kishe kryesorin dhe që normalisht gjithkohën dirigjohej nga Teliti. Dhe sot të thuash që këtë lojë bëri Rama, jo zotëri. Ishte detyra jote dhe prandaj thash politika kush është për të arritur një synim përdor lëvizje strategjike, lëvizje taktike. Dhe nëse ti bie viktim e mungesës sate të formimit, nuk është faji Ramës, faji jote.